Tash je vendosim në tepsinë që dojmë të serviru. Për shërbet kam përdor 1 litër ujë edhe 800 gram sheqer. E kom zi për 15 minuta edhe vetëm ja hedhem kadajifin për mbi. Përshëndetje për gjithë juve, atëherë një Madonisi nga Qingji. Sot kom vendosur me ju përgatit një ëmbëlsirë që mundi me hangër mas iftarit, është shumë e mirë, është tradicionale, është kadaifi. Për kadaifi na vjen vetëm kadaifi, gjalpa, ujë, sheqer, kështu. Tash unë zakonisht e preferoj kadaifin e pa pjekun, e pjeki vetë. Për pjekje, ja qesim vetëm disa copa të gjalpit për mbi. Edhe tash e shtim në furrë, edhe kjo duke u pjek shkojmë si procedura tjetër, derisa të bëhet një trajshme. Atëherë kadaifi veç se është kuq, kështu ka duke më bo. Edhe tash është vetëm e përzim. Shton edhe kthejmë ka është ona e papjekun edhe fusim apet në furrë. Është si procedura tjetër, derisa të bëhet gjithë një ngjyrë si e ka. Atëherë kadaifi është kuq në gjitha anë. Tash je vendosim në tepsinë që dojmë të serviru. E shtypim pak me dorë, që mos me na met dikun zbrast. Shton? E hedhim sherbetin. Kadaifi, kjo nuk është mukana njona në nxehtë e ftoftë, jo se kadaifi veç se u ftof, domethënë nuk rrin shumë i nxehtë. Për sherbet kam përdor 1 litër ujë edhe 800 gram sheqer. E kom zi për 15 minuta edhe vetëm ja hedhem kadajifin për mbi. Tash masi që ja hedhem sherbetin, e shtina vetëm edhe për një 5 minuta në furrë sa të me morë një ngjyrë për mi. Edhe masani e shtim u ftof. Po besoj që për gjysore një orë është gati.